Në zemër të një prej zonave më të bukura të juglindjes shqiptare, Vreshtasi, pjesë e Bashkisë Maliq, është një fshat ku puna, tradita dhe mikpritja vazhdojnë të jenë pjesë e pandarë e jetës së përditshme. Këtu njerëzit e kanë lidhur jetën e tyre me tokën, që herët në mëngjes, puna nis në ara dhe në tokat bujqësore, aty ku brezat të tërë kanë kultivuar me mund dhe përkushtim prodhimet e zonës. Por Vreshtasi nuk është vetëm një vend ku punohet, është një komunitet ku ruhen me krenari zakonet, vlerat dhe traditat e trashëguara nga të parët. Banorët e këtij fshati janë njerëz të thjeshtë, punëtor dhe mikpritës. Për ta, toka nuk është vetëm burim jetese, por edhe një lidhje e fortë me vendlindjen dhe historinë e familjes. Në një kohë kur shumë zona rurale po përballen me largimin e të rinjve, Vreshtasi vjen të ruajë identitetin e tij duke mbajtur gjallë jetën komunitare dhe traditat që janë përcjell brez pas brezi. Pamjet nga fshati sjellin përpara kamerës një realitet të thjeshtë, por të bukur, njerëz në punë, tokë të punuar dhe një komunitet që vazhdon të besojë tek vendi ku ka lindur dhe është rritur. Vreshtasi është dëshmi se tradita nuk jeton vetëm në kujtime, ajo jeton në duart e njerëzve, në tokën e punuar dhe në mikpritjen e çdo familjeje. Vreshtasi një vend ku tradita jeton dhe puna flet vet.